Se kjo pronë deri në vitin 2013 ishte pronë publike në pronësi të komunës së Gjakovës. Tash kjo pronë është në pronësi të Ismet Isufit, i cili nga viti 2008 deri në vitin 2013 ishte drejtori i bujqësisë në komunën e Gjakovës. Kjo shifër është shumë interesante sepse më pas lidhet me pronën prej 207 metra katror, e cila kaloi në pronësi të ish drejtorit Isufit. Blerësi, një mik i ish drejtorit të bujqësisë, do blente këtë pronë për vetëm 2500 euro. Jemi në lagjën bloku i ri të Gjakovës dhe këtu jemi për të ndjekur një denoncim shumë serioz i cili na ka ardhur në kallzo.com. Në këtë vend, për momentin ndodhet tregu ditor i Gjakovës, por banorët janë alarmu për planet që në këtë zonë më ndërtu një objekt me disa kate ku planifikohet një treg i mbyllur dhe një bujtim private. Arsyeja pse kemi vendosur me ndjek këtë rast është sepse na ka ardhur informacioni se kjo pronë deri në vitin 2013 ishte pronë publike në pronësi të komunës së Gjakovës. Tash kjo pronë është në pronësi të Ismet Isufit, i cili nga viti 2008 deri në vitin 2013 ishte drejtori i bujqësisë në komunën e Gjakovës, e cila në atë kohë qeverisej nga pa lekaj. Kjo pronë ka 2.07 ari dhe unë sot do t'ju sjell dëshmit se cilat lëvizje dhe cilat vendime të pushtetit të asaj kohe i mundsuan ish drejtorët që me kalu pronën publike në pronë private, si dhe me i mundsu atij me ndërtu tregun e bujtineve. Për me kuptu këtë që ka ndodhur, duhet me gjurmu në shumë dokumente, shumë kontrata e shumë vendime të cilat kanë mundësu që kjo pronë me kalu në pronësi të ish drejtorit të komunës Ismet Isufit. Sipas të dhënave që unë i kam siguru, kjo pronë deri në vitin 2013 ishte në pronësi të komunës dhe kjo dëshmohet me dokumentin të cilin e kam në dorë. Këtë shkruan qartë, pronë e komunës së Gjakovës. Duhet më u thu në një lagje tjetër për me kuptu sakt rrjedhën e ngjarjes dhe salltat që janë bo për me bën ndryshimin prej pronës publike në pronë private. Për me ndodhë ky proces është përdor një teknikë bukur e sofistikuar e cila njihet si teknika këmbimit të pronave gjatë procesit të shponsimeve. Por për me pa realisht se çka ka ndodhur, na duhet më udhëtu në një anë këtë tjetër të Gjakovës, saktësisht në afërsi të stacionit të autobusëve. Çka ka ndodhur atje është shumë interesante dhe do kuptojmë shumë shpejt kur të arrijmë atje. Këtu jemi në rrugën Dashmir Krasniqi. Disa vite para luftës në pronën e familjes Haxhi Shabani ishte ndërtuar rruga e cila sot është e asfaltuar. Prona që dikur ka qenë në pronësi të familjes Haxhi Shabani është 163 metra katror. Kjo shifër është shumë interesante sepse më pas lidhet me pronën prej 207 metra katror e cila kaloi në pronësi të ish drejtorit Isufit. Çka arri me gjetë është shumë interesante. Familja Haxhi Shabani ishte në pronësi të kësaj prone, por ata udhëzuan ta shesin pronën që realisht ishte rrugë. Blerësi, një mik i ish drejtorit të bujqësisë, do blente këtë pronë për vetëm 2500 euro. Për familjen, këto ishin para që vinin nga prona që realisht ishte rrugë. Por situata bëhet shumë interesante kur kuptohet se për çka u përdor kontrata shitblerjes. Prona që ishte rrugë ndodhet rreth 2.5 km nga zona tregu ditor të Gjakovës. Blerësi Destan Krasniqi e përdor këtë kontratë për të bërë një pazar me komunën e Gjakovës. 3 muaj pasi bleu pronën, sipas dokumentacionit, Destan Krasniqi do i kërkonte administratës së palekajt që të kompenzonin pronën me arsyetimin se prona ishte rrugë. Në atë kohë, Ismet Isufi ishte drejtor aktiv i palekajt. Ai nuk shihet në dokumente në atë kohë, por administrata komunës së Gjakovës do merrte një vendim shumë interesant. Ata vendosin që pronën prej 163 metra katror ta shkëmbenin me pronën tek tregu me 207 metra katror apo 2.07 ari. Këtë ky proces sipas dokumenteve ndodhi në mbikëqyrjen e palekajt, i cili figuron si nënshkruesi i dokumenteve finale. Duke kërkuar në arkiva kemi hyrë edhe më thellë. Destan Krasniqi në vitin 2017 kthehet në qendër të vëmendjes kur vendos me shit pronën. Është shumë interesante, blerësi në këtë rast është djali i ish drejtorit Ismet Isufi, Besfort Isufi. Këtë kjo pronë u shet për 9700 euro. Më pas, Besforti vendos që pronën t'i ia fal babait e tij, i cili tash po ndërton tregun dhe objektin 3-4 në Gjakovë. Por çysh u zhvilluan tërë këto transaksione dhe cilat teknika u përdorën që prona publike me 2.07 ari, ku po ndërtohet 3-4 objekt me disa qindra metra katror, me një pagesë prej 2500 euro të kthehet në pronësi të ish drejtorit Isufit.